Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka fituar çështjen gjyqësore kundër shtetasit italian Gabriele Taroni Longinoti, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat lidhur me të ashtuquajturën çështja e inceneratorëve. Gjykata konfirmoi se shtetasi italian nuk ishte pasur asnjë takim, komunikim apo marrëdhënie me Veliajin në Shqipëri ose Itali, dhe deklaratat e tij në media ishin motivuar nga premtime për përfitime financiare. Vendimi rrëzon bazën e hetimeve dhe presionin publik ndaj Veliajit, duke u konsideruar një rikthim i të vërtetës nga mbështetësit e tij. Pas pranimit të shpifjes dhe ndjesës nga shtetasi italian, avokatët e Veliajit nuk kërkuan dënim, duke u fokusuar vetëm te zbardhja e së vërtetës. Veliaj deklaroi se do të vijojë mbrojtjen e integritetit të tij dhe theksoi përgjegjësinë që mbartin deklaratat publike, ndërsa rasti rifreskon debatin mbi rolin e medias dhe burimet anonime në Shqipëri. Një 37 vjeçar është arrestuar në Tiranë pas një ndjekje policore në zonën e Paskuqanit, ndërsa dyshohet se po përgatiste një ngjarje kriminale. Identifikuar si Perikli Doçi, ai nuk ju bindi urdhrit të policisë dhe tentoi të largohej me një motomjet pa targa, por u kap pranë liçenit të Paskuqanit. Gjatë kontrollit, policia gjeti lëndë eksplozive gati për shpërthim, 10 litra lëndë djegëse, një pistolet me municion dhe një maskë silikoni. Motomjeti rezulton i dyshuar i vjedhur. Hetimet paraprake e lidhin 37 vjeçarin me ngjarje të mëparshme kriminale, përfshirë të shtëna me armë ndaj një banese dhe një shpërthim e lëndplasëse në Paskuqan gjatë vitit 2025. Operacioni kontingjenti u zhvillua nga policia e Tiranës, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e bashkëpunëtorëve dhe zbardhjen e plotë të aktiviteteve kriminale. Një operacion i policisë në Lezhë ka zbuluar një aktivitet kriminal të dyfisht në një lokal të quajtur Fazani, ku përveç shitjes së drogës ushtrohej edhe prostitucion. Sipas hetimeve, ambienti funksiononte si bar-restorant, por në brendësi tregtohej hashash dhe kokainë, ndërsa klientëve u ofroheshin vajza kundrejt pagesës. Lokali menaxhohej nga krenar Lika, i cili është arrestuar dhe dërguar në gjyq për disa akuza, përfshirë shfrytëzimin e prostitucionit dhe trafikun e drogës. Në total 8 persona janë marrë pa ndehur. 2 prej tyre akuzohen për shitje droge, ndërsa 5 vajza janë proceduar për përfshirje në prostitucion ose moskallëzim krimi. Operacioni policor u zhvillua fillimisht për goditjen e narkotikëve, por zbuloi një rrjet më të gjerë kriminal. Çështja po shqyrtohet aktualisht në gjykat. Një shpërthim e lëndplasëse është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Toç në Memaliaj, në oborrin e banesës së administratorit të njësisë administrative Qesarat Butjan Kapa, njëkohësisht antari i kryesisë së Partisë Demokratike. Nga hetimet paraprake dhe pamjet filmike rezulton se 2 autorë kanë mbërritur me një automjet tip Range Rover. Pas vendosjes së lëndës plasëse, ata janë larguar në drejtim të aksit krahës Memaliaj, ku më pas kanë ndjekur makinën pranë fshatit Qesarat dhe janë arratisur në këmbë. Fatmirësisht nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale, kryesisht në dritaret e banesës. Vet Kapa ka deklaruar se nuk ka konflikte dhe përjashton lidhjen e ngjarjes me detyrën apo angazhimin politik. Ai ka treguar se pak para shpërthimit qeni po lehte vazhdimisht dhe ishte gati të dilte jashtë, por u ndalua nga bashkëshortja. Policia po vjon kontrollet për kapjen e autorëve, ndërsa hetimet po zhvillohen në drejtimin e prokurorisë. Detajet e reja zbulohen nga shpërthimi i bombulës së gazit në një byrektore në rrugën Luish Gurakuqi në Lezhë, shpërthimi i cili shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht jo njerëzore. Forca e shpërthimit ishte e madhe, duke prekur biznese, banesa dhe automjete në zonë, ndërsa zhurma friksoi banorë. Incidenti tregoi rreziqet e larta që mund të krijojnë pajisjet e gazit brenda ambienteve të mbyllura. Në një deklaratë për mediat, pronari i një lokali pranë zonës së shpërthimit në Lezhë tregoi gjendjen e rëndë pas incidentit. Ai deklaroi se kur mbërriti në lokal gjithçka ishte shkatruar. Është dëmtuar çdo gjë, mijëra euro llogaritet dëmi material, thot ai. Më është dëmtuar çdo gjë në biznes, me fasada, frigorifer, tavani, gjithçka. Më ka njoftuar shokët, më pas policia. Gjendja ishte katastrofë, kur erdha gjithçka kishte mbaruar. Nuk ka ardhur ende njëri për rivlerësimin, vetëm fasadat dhe të tjerat kushtojnë 5.000 euro. Pa eksprese gjëra të tjera, çdo gjë ka dalë jashtë funksionit, shpreh ai i dëshpëruar. Policia vjon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Policia në Morin ka ndaluar një rast të transportit të emigrantëve të paligjshëm, duke arrestuar 2 gra nga Tirana pas operacionit koduar mënyra. Një 31 vjeçare u kap duke transportuar 7 emigrantë drejt Kosovës kundrejt pagesës, ndërsa një 22 vjeçare u thonte përpara me një automjet tjetër për të kontrolluar rrugën dhe për të shmangur policinë. Gjatë ndërhyrjes u sekuestruan 2 automjete dhe një sasi parash në euro dhe lek. Materialet janë dorëzuar prokurorisë, ndërsa hetimet për rastin vijojnë.
Një 50 vjeçar punonjës si një kompania celulare është gjetur i shtrirë pranë antenave në fshatin Krap të Fusharzit, pasi dyshohet se ka psuar një problem gjatë punës. Ai kishte shkuar për të ndërhyrë në një defekt teknik ndërsa u konstatua nga persona të tjerë në gjendje që kërkonte ndihmë të menjëhershme mjekësore. Pas njoftimit, policia dhe shërbimet e emergjencës mbërritën në vendngjarje dhe organizuan transportin me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. I plagosuri aktualisht po merr ndihmë mjekësore tek trauma, ndërsa grupi hetimor po punon për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Prindrit e Ilarias, Gëzime dhe Flamur Sula kanë rrëfyer dhimbjen e tyre të thellë pas vrasjes së vajzës nga ishi dashur i saj, Mark Sampson. Ata besojnë se krimi ishte i planifikuar dhe kundërshtojnë pretendimet e autorit se nuk ishte i paramenduar. Kontakti i fundit me vajzën ishte më 25 mars 2025, ditë që ata e konsiderojnë si momentin e vrasjes. Autori kishte tentuar të fshihte krimin duke dërguar mesazhe nga telefoni i Ilarias për të krijuar idenë se ajo ishte larguar vetë. Familja ngriti alarmin pasi ajo nuk mbërriti nga Roma, ndërsa vllai i saj arriti të gjurmonte telefonin, shkaqoi në zbulimin e trupit më 2 prill, të fshehur në një valixhe dhe të hedhur në një gremin në Itali. Prindrit shprehen se nuk mund ta falin kurrë këtë akt dhe jetojnë vetëm për të kërkuar drejtësi për vajzën e tyre. Për mediat italiane, nëna e saj rrëfen momentet prekse të fundit, ndërsa e viziton çdo ditë në Vareza duke mbajtur gjallë kujtimin dhe ëndrat e saj të ndërprera. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Austri ku një 47 vjeçar me origjinë nga Kosova dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij 38 vjeçare. Krimi u regjistrua të dielën në komunën Baden. Viktima u gjet në oborrin e banesës me plag nga një mjetprerës dhe armëzjarri. Policia arrestoi menjëherë të dyshuarin, i cili ndodhet në paraburgim ndërsa hetimet vijojnë. Sipas informacioneve paraprake, çifti kishte pasur konflikte të vazhdueshme kohët e fundit, por motivi i krimit mbetet ende i paqartë. Në vendin e ngjarjes u sekuestrua një pistolet që dyshohet të jetë përdorur gjatë krimit. Autoritetet kanë urdhëruar autopsinë për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Një operacion i gjerë antidrogë në Itali ka çuar në arrestimin e 20 personave dhe hetimin e 19 të tjerëve, ku pjesa më e madhe janë shtetas shqiptar. Hetimet të zhvilluara në Piacenza gjatë viteve 2021-2025 zbuluan një rrjet të organizuar për shitjen e kokainës me pakic. Grupi përdorte një skem të sofistikuar, porosit bëheshin përmes WhatsAppit, ndërsa një operator ndërmjetësonte lidhjen mes blerësit dhe shitësit. Shpërndarësit lëviznin vazhdimisht në qytet duke përdorur biçikleta apo skuter për të shmangur zbulimin. Antarët strehoheshin në hotele ose banesa private, ndërsa fitimet transferoheshin jashtë vendit përmes shërbimeve të parave, shpesh me identitete të rreme. Në total u sekuestruan mbi 38.000 euro dhe u dokumentuan 10 mijëra euro të tjera të transferuara. Mes të arrestuarve janë 19 shqiptar dhe një italian, kryesisht të rinj pa precedent penal. Hetimet zbuluan edhe një koordinator në Shqipëri që menaxhonte aktivitetin. Pas dënimit, shtetasit e huaj janë dëbuar nga Italia. Një organizatë kriminale me shtrirje ndërkombëtare është goditur nga policia antidrogë e Perus, duke zbuluar një skem që kombinonte trafikun e drogës me mashtrimin e blerësve të huaj. Sipas hetimeve, grupi ofronte ngarkesa të mëdha kokaine dhe përdorte video të inskenuara për të krijuar besim te klientët. Në realitet, pjesa më e madhe e dërgesave përbëhej nga mielli, ndërsa vetëm një paketë përmbante drogë të vërtet. Rrjeti kishte përfituar mbi $60.000 nga këto skema. Në përbërje kishte shtetas peruan, një shqiptar në rolin e financuesit dhe antar që operonin edhe nga Kolumbia. Operacioni policor përfshiu kontrolle në disa zona ku sekuestruan drogë, materiale për falsifikim, dokumente dhe prova të transaksioneve, përfshirë përdorimin e bitcoinit për të shmangur gjurmimin. Në total u arrestuan 5 persona, ndërsa gjykata vendosi 18 muaj paraburgim. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit kriminal.